Mëngjesin e sotëm, temperatura më e ulët në vend është matur në kodrën e diellit, ku në termometër shënon -1 gradë Celsius. Temperaturat më të ulta janë regjistruar edhe në Manastir me 0 gradë, ndërsa 1 gradë është matur në Prilep, Tetov dhe Mavrov. Në Kriva Pallank, Berov, Veles, Kavadar, Krushev dhe Lazaropole, temperatura e mëngjesit ka qenë 2 gradë, në Shkup, në pikat matëse, Zajqev, Rit dhe Petrovec, si dhe në Strumic, Ohër dhe Pretor, janë matur 3 gradë, ndërsa temperatura më të larta të mëngjesit janë regjistruar në Shtip, Vinic dhe Demir Kapi me 5 gradë. Mëngjesi më i grohtë ishte në Xhevgjeli, ku janë matur 8 gradë. Në 24 orët e fundit, reshjet më të ulta të ujit janë regjistruar në Pozharane, Lazaropole dhe Pozhar me 1 litër për metër katror. Mbulesë bore është regjistruar në zonat më të larta malore me 29 cm borë të matura në kodrën e diellit deri në orën 7 të mëngjesit të sotëm dhe 9 cm në Mavrov. Reshje më të bollshme dhe kushte për bubullima të rralla pritet të ketë të hënën. Reshjet do të vazhdojnë të martën deri në mbrëmje. Të mërkurën në mëngjes parashikohet të jetë kryesisht me diell, ndërsa pasdite vranësirat do të rriten.